Megjithse rreshtet kanë pushuar, zona e Trushit në bashkinë e Shkodrës ndollet në ditën e tretë të përmbytjes. Rrugët janë në ujë dhe të pakalueshme për banorët, si shkak i bllokimit të kanaleve. Situata është e njëjtë prej vitesh, thonë ata, ndërsa dëmet që pësojnë në bujqësi janë të shumta, duke bërë jetesën të papërballueshme. Me kënë se na jena këtë gjendje sot, me vu dorën zemër, ju si pushtet, ju si bashki, që e zonin largë ma largë, mas kim për kërkuj zërë, i kjo popë jetë, një këtë gjendje jena. Fëmija jonë sëtë pa shkollë, e treta ditë jonë pa shkollë. Unë nuk di, fëmija mi shkojnë notën të zbos, me dollë makinën e ketë mësosja, me shkulli në Sovjet të punu. Ka bada dame i të një të shpia të reja i të, në shpinë për nesë ka hinë deri i të, kurse në tjertë jena keni fjemë mashtu në tokat për me ujë. Mirë prind vavë gajsë ujë, një këti kanalet tonë edhe grumullohet të. Mirë pa da pastrime këto, në katon nuk i kanë bo. Kanali pritë rruga malëcorve, e deri ka dollë të ura gjepejve, në 2011 ka kënë çdo zonë, okej, nuk kollon zonë mos, e kanë mëllë, e kanë bo barabar me rrugë. Të është i përsa ku një kanal, është i mëllën, në do të kena përmëtje. Unë kam videot që i kam filmu të i zërë baktit për mëllë, dhe në 12 zysë nësë, dhe në brez baktit i indë. Ta zia më humë ka shku dëmë, e kam nuj kretë. Më shku me pa kavaletin të ujë, si ka mundësi s'ka denga. I kanë marë, ujë i ka lo, ka shku kavaleti, kështu, janë kënë dje, janë mrekulluat ta, kanë po s'ka mundësi ta. Dhe në brez i kam gjerë baktit e imta. I kam pru në bërë, që ja burën e kam pak i vje manel. Këtu të e shefon, jam kanë komplet i rathum. Pasi u takua me banorët, deputeti Besnik Brahimi, i gjendur në zonë, foli për projektet e rrugëve dhe kërkoi pastrim të kanaleve nga pushteti vendor. Para 3 ditë a kanë shumë situate ma këshirë shumë se sot. Projektet je kena që për më bakja rrugë, të tishtë kanë projekti që kena që para i vitit, kishte kanë nërtu me kja rrugë, kishte ba me kja rrugë, nuk kishte pasët këtë përmytje. A që këtë projekti kësha rrugë, para i vitit, a që dhe rruga Aljave, a që si janë 2 rrugë kryesore në Trush. Rruga për vizi. A që edhe rruga mas janë shëndetësore, edhe rruga, që 3 rrugë që janë që, ka muj që janë në bashki. Edhe premtimet në kanë thonë se për 2-3 muj të ishpaj fillojmë punimet, o banin muj, ala s'ka filloj kosh. Të ishin zbatuat të projekte dhe rrugëve, nuk ishte kanë kja përmbytje sëtë. Trushi ishin nga zonat e prekura nga përmbytjet në territor, dërsa edhe një banes ka patur prezencë ujë. Situata duket se edhe këtë dimër do t'jetë e vështirë për këto zona, nëse nuk ndërhyet me projekte konkrete për pastrimin e kanaleve kulluese dhe investimet të tjera në infrastrukturë.